Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi nga unë Dorun Tina. Ndodhemi sot në fshatin Slatini e për me komuna e Vitis. Si çdo ditë tashmë edhe sot jemi me ftesë në këtë fshat. E kësaj radhe jemi të ftuar nga familja Rexhepit, e cilët jetojnë në Finland dhe po i përshëndes. Emisioni tashmë siç e dini, do thotë munduemi mi pasqyru fshatrat edhe për hir të mërgjimtarëve, të cilët janë me mall të vendit, me trup jetojnë, por me shpirt dhe me mendje në fshatrat e tyre në Kosovë. Sa do pak me jau në gjallë atë nostalgjin për fshatin që e kanë. Hajde po e komentoj, jam të e po një market në fillim të fshatit, që ka përdu me thonë që fshati është ndër më të pastërtit, kove të fundit, mund të me thonë lirshëm, fshati është shumë i pastër, i ka marrë edhe ca informacione prapa kamerës që në këtë fshat është edhe punëtori i cili kujdeset pra për mirëmbajtjen e fshatit dhe që paguhet nga banorët e fshatit. Fshati është për mrekulli. Po është edhe një shenjë komunikacioni 12 që do thotë deri në 12 ton për mjete transportuese, për shkak se nuk ja u mban infrastruktura dhe përkundër faktit se pas kanë nivel, fshati pas ka dhe trotuar. Çka mund të më thonë, banor nuk jem të po, banor, moment në fillim të fshatit, si nuk shë banor, e di që aty bere qetë, s'ka, po që aty besh, ne gjdo dit fshatrat të ndryshme, pat banor e s'pat banor, ne doj pasqyrojmë gjitha fshatrat, ashtë jo në gjdo fshat mundemi me gjithë atmosfere, me banor shumë, me mikpritje, kam parasyshe, ka dhe prej aty në që nuk të presin, ose ti ishtë, ku ta diju në për arsye të veta, s'pohime anej heq, po e komentojmë fshatin, po shkojmë bashkë drejt fshatit, të pakten po e shijojmë kohën e mirë që e kemi, fshati e ka një pamje shumë të bukur, është i rafsht, qka po shë, ndërtime, shtëpia të bukura, tërtë edhe ty, qka tjetër, po, në këtë fshat njihet si fshat me biznese shumë të mdhaja, por që veprimtarit e ty në tërtë edhe ty i kryejnë në Ferizaj. Kështu më thanë banorët, prapa kamerës, pra përveç kësaj këtu ka njerëz dhe të ngritëm sa i përket shkollimit, më thanë që dikon 20 mjek kanë dalë nga ky fshat, prapë në Ferizaj, pra punojnë, se dia kthehen ai kanë shtëpit këtu, apo jetojnë në Ferizaj, por që 20 mjek nga ky fshat. Do thotë ky fshat ka rritur njerëz intelektualla. Shumë bukur fshati, shifeni këtë rrugicën, sa pastër. Fshati e ka edhe mirëmbajtësin, pra që kujdeset për fshatin dhe që financohet nga vetë banor. Është pastërti gjithandej me qtemi, po duket si me qenë këtë një rrugë ashtu kryesore për shkak se ka lëvizje krejt kohën nga ona makinave, por banore kam të pamundur, normalisht e kam parasysh që tashme janë edhe në orare të punës, por patem fatin me taku dike me bëhet qefi, nuk patem, s'kem çka të bëjmë, e rëndësishme është me pa fshatin. Mirë kishtë qenë me ditë edhe për fshatin, veçorit, me pas sa ma shumë informacione, por që kujdes, por që në mungesë të banorëve, mandej emisioni nuk po del tamam që shka më ndëshirë, po mundona unë në të temen me komentu qka po shë, po mundona me nxjerrë edhe pikat kryesore, ma të bukura që i ka fshati, ju kërkoj ndjes në secilin fshat nëse ndonjëherë nuk arri me pasqyru diçka të mirë që e kanë, nuk e bëj me qëllim se dëshira ime është me madhe se juvja, me dalë dhe me pas çka me folë dhe çka me tregu.
Tashme për ata cilë të mnjohin e din se me zipres gjërat e bukura me i thonë, qëto, heq nuk më rrenë, sekonde thëmë. Qa mundet me konë kjo? Kjo po duket ka qenë zadrug. Tashme dini me qëtemi, këto ishë shqitoret, tash që thejna markete, por që ishë shqitoret që kanë qenë kësësoj, kështu me hekra, unë ju thëmë zadruga, se këto ma kanë lënë dojtë, zadruga. A vedëni zvakaq. Zvakaq. Kujdes, Andi, kujdes. Sa e bukur kjo pjesa, u burri, gjelbrim. Ende pas ka gjelbrim këtë fshat. Gjithë shka është perfekt. Që ato biznese me qka miren në fakt, të shana imobilieria ku ta djune. Vendosëm si zëtë, që t'jemi më të sakt, kur më pengon drita dhe djeli, mundem edhe me jahuq gjatë komentimit, për shkak se e deni tashme se kam probleme këtë dritë djeli, edhe dritën ta më dritë. Jem të e po largë një banur, por nuk arrimi me nëzonë. Spesej që mundem me arrit me e taku, por që hajde i sholla për na del në një. Nëse cilim shatë më shumë moshat e shtyra për na bjen me i intervistu, normalisht moshat e reja janë e përpuna e besa nuk janë e për fshatra heq. A duhet me konë edhe kjes latine e përme? Po, qka tjetër? Fshati ka 2 shkolla, për shkak se thanë që është numri madh i shtepive dhe në mënyrë që fëmijëve mos me juro kilometra të mëdha me kalu i kanë ndërtu 2 shkolla për shëndetje me qëtemi gjithandej me qëtemi ma të mirë. Mbët shumë qefi me qëtemi që mu ka dhonë kjo mundësi me pasqyru gjithë fshat të Kosovës. Është eksperienca, edhe ka me mbet eksperienca më e bukur i jetës time, ka thuni jam. Qka tjetër, isha të ju të regu që është kanalizimi me vetë financim të banorëve, infrastruktura asfaltit, dhe më thonë është shtru 2 herë, një herë në vitin 98, nëse nuk ka boj kështu më tha, në vitet 90, edhe një herë 2002-2003, kështu. Pastaj, kanalizimi, vetë financim, u i sjellë si kishtë shtëpi që tha nuk kemi lidhë fare heq, se ka shumë reduktime, po si ja kanë bo, e kanë hapë ndonjë bunor, po besoj. Tha unë si më lidhë heq me ta, tha se ka shumë reduktime, kujdes. Dhe më thonë e kanë edhe u i sjellësin, por që kanë probleme me uj, ndryqimin e kishen, kështu më tregun, ndryqimi është, pa diçka tjetër rondi qirë dhe nuk ishte shtepi shëndeti, po në zonë za tash po isha, e pas kanë edhe pompe në derivateve, besniku, petrol. Jem të e po edhe një lapidar në Azim i veprimtari i çështjes kombëtare, i burgosur politik, njëri nga themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për komunën e Vitis, pjesëtari i UÇPMB-s dhe i UÇK-s kombëtare. Përveç lapidarit tashmë jem të e po edhe një pompë derivatesh, për shëndetje, si jeni, besniku petrol. Andi, apo jem pak me umbush se keni smelëshu. Jem të e po edhe një tjetër market Jeta, e pas kanë mërë edhe Western Union, pas kanë të nëzirë në i pare, pas da kanë quat atë jashtet. Pas kanë edhe kursin, pra një objekt i mirë, u quj ka zgjimi, kurs i gjuhës angleze, shumë po m'pëlqen që është në një fshat i çdosht me qenë edhe në disa fshatra të tjera, në disa jo, po në shumicën e fshatrave mirë kishte qenë në mënyrë që fëmija me u aktivizu pak edhe me i lon anash telefonat, për shkak se me jepjen e telefona fëmijës na vetë fëmin tonë po e mbysëm për shëndetje granimi, o gratë gjithë kam dojnë, edhe shumë interesant sa
Frencët shoqënim vinë shumë a shumë nga pjesa e femnave. I përshëndes, të është edhe që e din që jem feministe. I përshëndes gjitha, edhe ashtu jemi të e shiju pa fund, jem të i po ca lup, edhe një 2 banor po shpresoj që kanë me gjithë kohën. Se di pse e kisha atë mendimin që fshati mundet me qenë i vogël, por që dhe me na dal bukur i madh. Kujdes Dorontin, hajde murzuon dhe e ka një farë dere. Po une, me sy drejt. Mos të shpejt. Druti pas kam përgadit. Një 2 kaftora që ato hargjohen. Përt edhe ty. Përt. Qa mu pas ka tek që kje sot përt. Unë jam e lirë me secilin, me publikun sidomos, jam shumë e lirëshme. Edhe mundohna, nëse ata pak më respektojnë, po m'vjej notë që s'mi ta me arrit me mri. Nëse ata pak më respektojnë, në edhe 2 fish mundohem ma shumë. Normalisht falë tyne, jem këtu ku jem sot. E po një koli, me që banur nuk po takoj, a mundesh me na tregu diçka për fshatin? Hej, mos po bën kështu tash. Po çuat për vjetë. Hajde kalojmi, se po na shkelën çka kemi mbetur sill kështu rrugëve. Fshati është shumë i bukur, por që banur, o zot i madh. Heq bre nuk po jem të po. Një pjesë tjetër e fshatit që po m'pëlqen shumë, fokus on dhe gjithandej, është edhe kjo që ndodhe momentalisht, e pas kanë edhe pushimorën, por që qenë ka në gjendje jote mirë, ma prishën qefin bukur shumë, për shkak se deri me tani ishte pastër edhe rregull gjithandej, por që në fund po m'duket po dojnë me prish pak muhabetin me mu, pas ka mbeturina, si që sheni prapa meje është stërmbushur me mbeturina, kjo pjesë ka që bukur është dashtë me mbajt, me investu, në mënyrë që me pas se ku me kalu kohën familjet banor që jetojnë në këtë fshat. Jam të i pa dhe ca dele, se di a pranon aj me fol, me na tregu pak për fshatin, ende nuk e kem as edhe një intervist, është fshati i par, deri me tani, që thuja se jemi në fund të emisionit dhe nuk jemi të intervistuar. Për që di, në çdo fshat punohet, në çdo fshat ka banor që punojnë jashtë fshatrave, por nuk na ka ndodhur sikur se sot mos me taku as edhe një banor. Se dija fol breaj, s'po besoj që fol. Se delet i pas ka shumë të mira, edhe kjo pjesë shumë e bukur. Që ka një sipërfaqe shumë e madhe, se di me kombat me sigurin pruna private, edhe unë ti po ma konfirmon kështu i qik. Shëndetje i ndërum, si jeni? Dorontina, i mirë si je? Faleminderit. Mirë si këna ardhur. Mirë si jo gjemesh knatësi edhe po mbot shumë qefi jeni banori i par. I Slatinës tepër. Po, që po bisedoj. Po, keni taku një njeri i cili është veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Respekt. Dhe kam shërbyer edhe 10 vite në trupa mbrojtëse të Kosovës, 44 fshate do të kam shërbyer. Mirë lumt. Tash po kalojmë tek pjesa e fshatit. Për çka njihet fshati Slatina e Epërme? Fshati Slatina e Epër njihet për gjitha të mira do të thotë që ka. Për kulturën, traditën, bujqësinë, jenë punëtorë më të mëdhenj do të thotë. S'po tham në territor Kosovës, po pak më gjerë. Traditën vazhdoni me mbajt? Po. Vazhdon traditën për shembull edhe të kulturës e mbajnë, po edhe të bujqësisë e kanë marrë bukur mirë. Jem të e pa një Zabel, një pjesë shumë të bukur të fshatit, apo shkojmë pak kështu në këtë pjesën, edhe i marrëm pamjet edhe bisedojmë. Mojna këtë... Hajde të regon ai pikat kryesore të fshatit. Kryesore të fshatit do thotë kjo është thirrët mali Mllak. Mllak. Po, ka qenon
qysh unë jem pak ma i ri, do të thotë, për me mojt men këtë ko, po unë... Nga je qa din? Dikon afer, që kam një, do të thotë, për generata, pak ma djetra, dikon më zgabofsha, më si ka 500 vite kjo. Ky Zadvel, po. Të e pa dhe një tabel, komunat e qka? Është ndokët sa muj me ditën, sa i me informu, më është për Ministrisë më së ardhë, por me bon park. Shumë mirë. Edhe tash, unë me gjithë rinijën, jemi angazhu do të thotë komplet, lagjës, fshatit, edhe e kem pastrua, kemi në bëjt bukur mirë, po ne na vynë edhe pak një kulturë tjetër, do të thotë, që duhet me mirë bëjt alama tepër, të se fshatit sa të ne e për e ka që të pozit, ne kem bo luftën fëmijat tonë, sot me dalë të lirë, me ne në përpaqe, jo me që për shembull, s'kem kondër kujt tjetër për shembull me qumë Ferizaj ose dikun tjetër, po që kuj kem parkën afër të ndërë shpijës. Po të ma bukur. Ma mire. Me që jemi tek pastërtia, po du mu ndalë edhe thatë që duhet me konë të vedishëm, unë e thamë që duhet se cili prej neshë me u vedisu, për shembull kjo pjesa që jem të e pa momentalisht, pak e zme herët e kom komentu, nuk e di se me kem bëhet, është pronë e komunës, apo e banorëve. Ka rrugë dhe është thotë kjo pjesë. Deri nalt do thotë që është atje nalt, ke po të shqitoret që është atje. Kam që nga ty kam fillu, po. Unë se jam informuar, është mirë mbajtja e komunës. Sa interesohet komuna, nuk e marr atë përgjegjësinë me asë, e ka detyrat e veta për atë punë, veç unë e di që është pjesë e komunës, do të thotë. Do të thotë pjesa cilën e mirëmbon fshati, e keni mirëmbajtje na shton tregun që e paguni, ishte gjithçka perfekt. Pjesa që e ka komuna e shenë gjendjen, është në gjendje të mërshme, një pjesë ka që bukur, pejsazhi është shumë i bukur, pse me lënë në këtë gjendje kështë? Po tash angazhimi është i tyre, nuk e di në punëtor ka ballë që di në niveli komunal që ka, unë e di që ka punëtor bukur mirë. E tash sa është i angazhuar për fshat, është detyrë e tyre për shkak. Ne veç po bëjmë muhabet kështu. Për atë sa dini. Për atë sa dini sa shtëpi munden me qenë në këtë fshat, edhe sa janë me dry. Kështu me dry. Parafërsisht. Ose me përqindje, sa ta merr mend. Këtë qardhje s'pe tham atë punë se rinia na kanë zënë bukur me ik. Se po kalon fal shkaku i dritës. Rinia nuk janë ik edhe as tepër që menojnë njerëz këtu, në fshat se një pjesë e rinijës janë kyçe në biznes. Dhe janë potor të tregova më herët që janë premtuar bukur të mëdhaj, i kanë bizneset e veta, po afër mos ka bosh ata, nuk jam i sigurt, veç afër 10 biznese do thotë janë në Ferizaj, do thotë. Që udhëheqin firmat e veta, ka do thotë edhe në viti ka një rini që janë të respektueshëm dhe punojnë shumë. Për shembull ato 10 biznese të cilat i kryejnë veprimtaritë e veta në Ferizaj, pse nuk kanë mund të me qenë në Slatin? Po tash është, nuk e di sa kam pas. S'ka qenë Laverdia? S'kam pas perspektivë ose Laverdi për marrë shembull, por ato se janë të bizneset mëdha, janë milionçe do të thotë, të cilat si cila firmë që është e këtu i fshatit, dikun i man, dikun afër 50 punëtorë i man. Edhe gjithë i ka të Slatinës. Sa bukur. Kjo më pëlqen. Kjo më pëlqen shumë. Ndërmose nështë edhe me i cek edhe me emna firmën për shembull është Lala kompani që e firmë shumë e fuqishme, e cila i ka ndihmu edhe njerëzve shumë, po dhe shumicën e punëtorëve do thotë i ka të fshatit. Tash po më intereson nga ky fshat ka ndalë njerëz të përgatitën profesionalisht, si për shembull dëgjova mjek, 20 mjek diku më tha. Afër që aty janë dikun afër 20 mjek. Kemi do të thotë profesora, gjithë do thotë që kanë kryer shkollën, që dhe rinia janë të përgatitur bukur mirë, se para luftës nuk i kanë pas të kushte për me depërtuar. Nëse ja kishëm vendos një emër fshatit Slatin sa i përket banorëve, cili kish me qenë ai emër? Mikprica. Për Mikprica mundesh me hec territorin këtë Kosovës. Të respektuar. Të respektuar. Edhe Mikprica, çdo familje hen therr këtu, cilën dush familje, me qeldera. Sot s'kam tentu heq. Po s'kem tentu nashta, apo më tregoj se pse jam Mikprica. Se gjatë luftës,
kam i pritur mbi 500 familje gati. Kanë majtë, s'thamë në atë aspektin kanë majtë me bu, po ata kanë pas nevojtu. Jo kanë hap derën, Strehimin e kanë pas dhe të dikon afër 500 familje që kanë qenë tu gjatë luftës, se unë kam qenë do të larg për vijës frontit, tu kam qenë Kashare, kufi me Shqipërinë atje. Bas informata dikon afër 500 familje, do të që kanë gjitha këtu lagjën të qosa, lagjën ko 5 thirët, lagja Drugzan, thirët lagja Gjonovicev, do të gjithë që kanë qenë këtu strehum. Si janë raportet me banorët, njihni me gjithë, i bëni martesat, ka ndonjë histori fshati? Këto martesa me zvetin, Slatin tepër s'ka po skur. S'kam dëgju asnjëherë. Jeni një fes apo si? Ne jemi gati se shumë të afër na jemi, katonarë. Një gjak. Një gjak thuja gati, e kemi qetërin fshat, do të thotë që është pak ma lartë thirrë Slatina Olt, që mojnë do të thotë me bë martesat apo shkak Slatinës tepër nuk kemi dëgju, unë për vetë s'kam dëgju asnjëherë. Raportet, si i keni? Jeni për njëri tjetrin kështu? Po më tregova ma herët. Çdo njeri, do të thotë çdo familje që ka nevojë diçka për ndihmë këtu. Jo vetëm bizneset. Po dhe rinjë angazhohen me ngrit në kam, dhe kanë me çu për pjetë. Jo me ul me shtyp, po me ngrit kam. Do thotë jeni për njëri tjetrin. Për gjithë janë njëri për njëri tamam puna s'kem na me diskutu këtë punë. Këto familjet si që ndrojnë shtresat, ka prej atyne që janë shumë të pasura, ka prej atyne që ndoshta nuk janë edhe aq, Nuk apo ka një shtresë familje me mesme? thonë në atë kuptimin se tham vetë atë fjallë kur. Po, Dikush i thot pak ma ndryshën, i thon pak ma dopta familje. po, sone nuk deshta me thonë. Po, se tham kur një jetën teme, pëse unë jem rrit me një mosh tjetër, edhe di rrethonat mirë se çysh janë siltu, se çfarë s'kame kemi pas do thot më herët. Nuk besoj që ka as tepër ndaj familje që është s'ka mos e rrezikume, se nuk e lanë me fshati se le me dështuar. Teks këto deshta me dalë. Nuk e le fshati me dështuar. Shumë mirë, do thotë jeni për njëri tjetrin. Tregova që ka ende firma që japin paga familje që nuk kanë për shembull një bazë, se kanë një mashkull për shembull për punë, ka dikush pak më i smut që është. Po. Ja, do të thotë ja bën shpenzimet vjetore me hax, çka jo në vitin me gjitha. E thatë që para disa viteve keni qenë me kushte ekonomike të dobta. Kur jeni ri me këm, po më intereson po cila jeni me viteve? Pej 2000-s. 2000, wow, ju lumt. Kur thuja se s'kemi pas asgjë. Se e tham, se asnjë drejt Po nuk ecëm edhe pa. do të thotë asnjë drejt, s'po tham 80% se fshatit së nashta është shumë, 50% fshatit nuk kanë pas asnjë drejt pune gjatë i sistemit Serbisë. Jemi shtypër në gjitha aspektet e jetës. Jam mundu më na asimilu, po na asiminol kur, na ka mojt puna, nuk e kemi zgjidh punën asnjëherë, jo na se unë si familje, po si fshat po flas, që kemi dorëzu punës asnjëherë edhe tash për shef mo, se qyshu gjendja, nuk kemi se di sa ka foto. Me para luftës, me këthi këto mas luftës, para luftës se kam mjerë më në tonë. Se qatë shtypëm që mi kam si fshat, si lagje, që e munduon, gjimi sërbë më na shkurt, më na një rës. Me që jemi tek lufta, po du me ja u bo këtë pyetjen, ama po e them kushtimisht, a ja kemi pa pak hojrin kësaj që ka ndodhur. Për shkak se ka disa fshatra që, siç e thatë, ka qenë para lufte shumë dobët, mbas lufte e keni marrë veten, i keni arrit. Për atë arsye se mi kam shumë më të lirë me bo biznes. Po. Shumë më të lirë me shku vend punës. Do të me respektu, tregova që ne kem bo luft, rinien me pas shnosh, amaneti është i dëshmorëve me pas rinien, sidomos me në rrujt, qëra kja është puna e pastërtijës e bën sot e pastron nesër. Amaneti dëshmorëve rinien me rrujtën. Se me rrujt rinien? Se më peshara thona se qysh po sillen në territor Kosovës. Duhet pak me a bo një regull. Se do të thotë amanetin, nuk e kemi çunë vend. Na i kemi dhënë ato mundësitë tona deri në fund. Pala duhet punë që rinin me rujt. Ç'mos me bë, mos më na largu këtë rinia prej tujt. Se na kem bë luftë për me nal rinin edhe me dhon perspektivë. Puna ja bëj më me bë edhe apel, se kam të drejtën
Me bo apel të qeverisë Kosovës. Jam mëndzu kushtet të rive. Ma marë parasysh se cila qeveri vjen, cila është. Os, me nëgjes, fëmija, jemi i yti e atina ku më përqëndru me nëgjes, ku me shkuën. Shumë e Të vend. janë Si e shini largimin e rinis nga vendi me që jim të e diskutuar? largimin e rinisë që shëshone. Unë kam qenë perëndim. Qenë në 98-ën, do të para luftës, një vetë kom nejtë. Shkak rrethonave do të thotë që s'ka mujt me në kondesh pa tjetër, me ikë për këtë ujtë. Një na, për shembull, unë e kam djallë 20 vjeçar, 21 tash. Unë e pregaditi për punë, pa marrë parasysh cilën profesion, edhe ja falmi shtetit tjetër. Profesor, fasadera, çka është, e ke pregadit, ja ke bogathi edhe ja qon atje. Pse? Shteti si shtet du të mja mundësit, çdo kujna. Kufizimet janë të mdoja. Ne kem punua trupa mbrojtësit Kosovës, e kem përfshi këtë territor 44 fshatra. Ata kur punojnë tu kanë me punu, na këshillun neve, pse na s'punojmë për vendin tonë. Kush vjen neve, punon për neve me nëgjes qot, më ta pastrua burrin tanë shembull. Zvjas kush pa uqu vetë. Erdhëm edhe tek firma pro, ku janë gjithsej 12 kuaj, 7 janë të mëdhej edhe 5 puna. 5 poni. Përveç kësaj mbojnë edhe pak gusa, pak dele edhe a pa diçka tjetër që mboni? Veç? Po. Diçka tjetër s'ka, por që me ndoni me zgjeru, me kalimin e kohës. Sa të bukur, edhe pjesën e pas kanë shumë të bukur, pas kanë hapësirë, paramendoj vetëm një kuaj, e pas ka hapësirën sa të modhe këtu. Nga i keni marrë këta kuajt? Shumë të mirë. Janë një lloj, apo si? Lloj gati se janë. Që ka i bordh. Abram, hajde këtu. A i keni emrua? Kanë emrat vetë? Ka në emrat e vetë. Plumat, sa të bukur plumbat. Om dhe nej qeni kishin të qenë ca unë në kom. Klik. Jemi fare në fund saj përket ditës së sot me këtu në Sllatin e Epër me komuna e Vitis, por edhe në fund të fshatit, kështu më tregun banorët, pra këtu përfundon fshati, po du mund dalë për pak qaste me komentu shtëpinë e shëndetit që e paskan dhe që po e mbajke emrin e Nëna Terez. Roba me është shkolla, objekti i shkollës po duket një objekt i madh, këtu në këtë fshat janë 2 shkolla, njëna shkolla e vjetër dhe kjo shkolla e re. Pra fiks ku edhe më kaftu mërgjimtarja, po shpresoj që tash në këto momente jam të i kap fiks shtëpinë e saj, me që unë nuk i njoh dhe nuk e di se cila është shtëpia e saj, po shpresoj që ndoshta ja kemi qellu. Faleminderit që qëndruat edhe për gjatë këtyre minutave sot me neve këtu në Sllatinë e Epër me komuna e Vitis. Këtu më duhet me unda me juve deri në episodin e radhës. Mirëmbëngjes.